që i kom pas për para. Për shkak se kom mujt mos me bo koalicion. Mi e mnu drejtorat e mi krejt aleancë, 12, 13 aleancë. Po atyre e kisha kufizu vetë për me imri caqet që i kom për para. Se gjithë shka më komplikohet. Për mu shumë ma më rëndësi ka qenë me imri caqet për qato që kom qeveris, për qatë copë Kosovë që i kom qeveris, se sa me i pas krejt drejtorat e mi, krejt pushtetin për veti, e atyre mos mu lodhë fort cili është caku. Qa është ma më rëndësi për pushtetin? Me imri caqet për vendin, apo me i regullu pushtetin për veti? Kjo është dallimi. Dua në fund ta marr nga një opinion shumë të shkurtër për kundër kandidatët që i keni nga radhët e 3 subjekte tjera politike, me nga një fjali nëse ka mundësi. Po nis me Zudin Abdigjiku, i cili synon ta bëj ribashkimin. Kote ki pyetjen nuk i komentoj. Pare? Jo, veç nëse dalim në debat të gjithë bashkë, po patjetër. E kisha sfidu edhe zotin Kurti me dal një herë në debat, le ta provon, edhe shesha gjeni. Është kjo thirrja direkte? Po absolutisht. Thirrja direkte është, nuk i komentoj asnjënin prej kundër kandidatëve të mi, sidomos në opozitë, për shkak se ata nuk kanë kur farfaj që ka ndodhur me Kosovën deri tash, paktën në qeverisje, edhe nuk i komentoj. Se u fol nuk është krejt kështu që e pyeta pa asnjë rëndësi, se u fol që kishte një ide që AK-ja të garoj bashkë me LDK në një koalicion më të madh të kjo ribashkimi i djathtës, nuk ndodhi një gjë e tillë. Mendoni që është mirë që garoni të vetëm në këtë zgjedhje? Për bashkimet e AK-s nuk i kanë dalë mirë në të kaluarën. I ka të mirat e veta, ka pas ide që opozita